Drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit Ilir Proda thirrri në një takim drejtorët e drejtorive vendore të policisë, drejtorët e drejtorive të kufirit dhe migracionit dhe ato të departamenteve për t'u përcjellë porositë për përmirësimin edhe më shumë të cilësisë së shërbimeve të policisë, me qëllim rritjen e parametrave të rendit dhe sigurisë në vend gjatë përmbylljes së fushatës elektorale, procesit të votimit dhe deri në përfundim të gjithë këtij procesi. Proda ka kërkuar nga drejtorët që të çndrojnë në krye të shërbimeve. Policia e Shtetit do të kalojë me shërbime të përforcuara për të përballuar me sukses procesin para, gjatë dhe pas mbylljes së votimit, si dhe dy aktivitete paralele, Giro d'Italia dhe samitin e Komunitetit Politik Evropian, që në 16 maj mbahet në Tiranë. Jemi përpara sfidave shumë të rëndësishme për imazhin e vendit, ndaj kërkoj nga gjithsecili më shumë angazhim dhe përkushtim që t'i përballojmë me sukses dhe të përligjim besimin që qytetarët kanë tek policia e shtetit. Zbatoni ligjin dhe detyrimet që rrjedhin nga kodi zgjedhor, duke qëndruar të parazlarguar nga subjektet politike si deri më tani. Reagoni në kohë dhe me profesionalizëm, mos neglizhoni asnjë konflikt, sado i vogël apo i parëndësishëm qoftë në dukje. Ndiqni në dinamik çdo shqetësim të adresuar nga qytetarët apo nga përfaqësues të subjekteve politike dhe trajtojeni ato ligjërisht në bashkëpunim me prokuroritë respektive. Punoni me inteligjencë policore për të parandaluar dhe goditur krimet elektorale. Strukturat e policisë vijojnë monitorimin intensiv të rrjeteve sociale për të evidentuar shkeljet ligjore që cënojnë procesin dhe identifikoni shtetasit përgjegjës. Porositini shërbime që pavarësisht rrethanave apo situatave me të cilat mund të përballen, asnjëherë të mos harrojnë se janë punonjës policie dhe të vetmen armë mbrojtëse kanë ligjin, ta zbatojnë me gjak ftohtësi, profesionalizëm dhe përtej çdo paragjykimi. Merrni masa që punonjësve të policisë pavarësisht planizimit me shërbim të krijohet mundësia që të votojnë si çdo qytetar. Paralelisht në pikat e kalimit kufitar të merren masa për të lehtësuar lëvizjen e automjeteve dhe qytetarëve, të shton kontrollet në kufirin jeshil dhe automjetet që kalojnë kufirin me qëllim parandalimin dhe goditjen e krimeve kufitare, e përfundoi fjalën e tij drejtori Proda. Qytetet në të cilat do të mbahen dy aktivitetet paralele, Giro d'Italia dhe samiti i Komunitetit Politik Evropian, do të bëjnë që policia në këto drejtori të qarqeve të ketë një angazhim të shtuar dhe një koordinim më të detajuar, me qëllim që edhe këto aktivitete paralele të kenë mbarvajtje dhe të mos krijohen parregullsi, pavarësisht angazhimit që policia ka për zgjedhjet e 11 majit.